lekli deri në përmet, që ishte një tmerr i vërtet ta bëja atë rrugë. I dha ujë. Ne ishim pa ujë. Uji në përmet vinte në orën 6 në mëngjes deri në orën 7. Përmeti plot me ujë buçisnin burimet dhe nuk kishim ujë. Ndërsa sot përmeti ka 24 orë ujë. Dhe aty nisi, ishte 2017 që ju dha. Tani hëngre fare tani. Di çdo të bëjnë tani në komente apo jo? Unë nuk kam thënë O normal. patronazhist, o leken, o qembirqen, o mashtrus, po si u bëri si veten ky? Po si ka mundësi, po jeni të gjithë hajdut, po jeni të gjithë legena, po jeni të gjithë gënjeshtar, po jeni të gjithë shpifsa, po ja tani vetëm di pse se the përmendi ka 24 orë ujë. Po, është fakt. Po unë e di që është fakt. Po shtu desh që e the këtë se këtu e hëngre tani. Po të them pallatin e sportit. Po të them objektet e kultit. Po i di unë çmë kush më. Domethënë janë sa gjëra që unë mendoj duhen thënë, po duhen ulëritur që njerëzit të bëjnë një peshore, sepse dikush që jeton në Tiranë thoshtë e konsideron përmetin si përpara 2017 si është një xhep që i binte rruga ndonjëri. Ata që shikojnë, ata e para ata që shajnë dhe që nuk lënë gjë pa thënë për spitalet. Ata fatmirësisht qendra shëndetësore të fshatit. Fatmirësisht nuk kam pasur nevojë të shkojnë vetë në spital, se po të kishin shkuar nuk do flisin ashtu, se mbajnë mend spitalet që ishin. Tani natyrisht ka akoma disa spitale që nuk janë ashtu siç duhet. Thuash që spitale, unë personalisht vaj 2 herë për 2 ndërhyrje. Edhe ndërhyrja e parë dha mundësinë që të rria pakës më gjatë, mos gabohem. Edhe kisha mundësi të lëvizja pak, të shikoja, se doja të shikoja si ishte pak më larg se sa ajo të pjesa që isha unë.